të vdesin 5 veta në një ditë, brenda pak orëve, kot. Populli thot për Mustaqet e Çelos, por nuk është. I kalon këto Mustaqet e Çelos, dhe ajo revolta ime është revolta mendoj që shumë qytetarë, pothuajse gjithë shqiptarët janë revoltuar, po revolta vjen në forma të ndryshme. Unë e shpreha në një formë që është vetëdijë. Akuza juaj. Kujt i drejtohet kjo akuzë? Akuza ime i drejtohet në radhë të parë neve, popullit shqiptar. Ne jemi aktorët, duhet jemi më pak gjaknxe, duhet përmbahemi. Jo, nuk është çështja gjaknxe, duhet kemi tru. Tru, në të gjitha gjërat kemi tru. Po s'besoj se s'kemi tru tani. Jo, nuk i vëm në përdorim ashtu siç duhet. Nuk e vëm tru. Për të mirën tonë, sepse duke patur tru në kuptimin që ti e mendon, cila është pasoja. Këtë e kemi prekosh që e reflektojmë që se kemi vënë trurin në veprim. Dhe akuza ime është për të gjithë shqiptarët që vdesin dhe vrasin për gjërat më të kota. Nuk vrasin për ideale, për një qëllim të caktuar, sepse mund të vrasësh, njeriu në gjithë jetën e tij ka ca gjëra për cilat edhe mund të sakrifikohet, mund t'japi dhe jetën. Dhe me një bindje shumë të mund të vrasi një armik, sepse kjo armik i ka bërë diçka shumë të rëndë, i ka shkatëruar jetën.